Edi Ramës i kanë mjaftuar 30 minuta për të konsultuar me antarët e kryesisë socialiste disa çështje të brendshme organizative, përfshi edhe të qenurit të përgatitur për çdo pasojë të mundshme ekonomike nga konflikti në lindjen e mesme. Natyrshëm vala shqetësimit të sulmeve të Iranit në vendet e Gjirit përfshiu edhe kryesinë e Partisë Qeverisëse të vendit tonë. Burime nga kjo mbledhje, than Top Channel, se kryesocialisti Edi Rama ka deklaruar se duhet të jemi të përgatitur për çdo pasojë ekonomike që mund prodhoj lufta në lindjen e mesme. Mëtej gjatë mbledhjes të kryesisë, Edi Rama ka folur për nevojën e shtrirjes së dialogut me bazën, duke u përqendruar në bashkitë caktuara. Kjo sipas tij në forcimin e bashkëpunimit me bazën socialiste, që do të zhvillohet gjatë këtij muaji në formën e një turi që do të udhëhiqet prej vet kryesocialistit Edi Rama. I pari socialistëve ka kërkuar që ky tur mundësisht të shtrihet edhe në diasporë, ndërkohë ka paralajmëruar edhe nisjen në qershor të një procesi zgjedhor brenda Partisë Socialiste për zgjedhjen e kryetarëve të rinj të degëve të partisë në të gjitha bashkitë e vendit. Në përfundim të kësaj mbledhje, Edi Rama la Selin Roz, duke bashkëbiseduar me Benet Becin, drejtuesin politik të qarkut të Shkodrës. Për herë të parë, pas largimit nga drejtimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, u pa në publik Elisa Spiropali, ndërsa Toni Gogu, ministri i ri i drejtësisë, doli nga mbledhja duke u këshilluar me Olsi Manjën, ish numër 1 të drejtësisë në kabinetin Rama 3.